Kryeministri Edi Rama zhvilloi një takim në Elbasan me fituesit e programit të startupeve për vitin 2025 dhe aplikant për vitin 2026 me projekte premtuese në fushën e teknologjisë. Gjatë fjalës së tij, Rama tha se është trefishuar numri i aplikimeve për programin startup. Kryeministri u shpreh se do të rriten investimet për këtë program me kusht që të ketë sa më shumë aplikime që mund të zhvillohen më tej. Trefishimi i numrit të aplikantëve për programin Startup Albania, i cili ka nisur disa vite më parë dhe tani më është një program i besueshëm dhe fal besueshmërisë, por fal edhe informacionit që është shpërndar në këtë periudhë, ka tërhequr një interesim të madh dhe një numër aplikimesh që është një numër rekord, 1219 aplikime. Të gjithë atyre që kanë aplikuar që ne nuk do të kufizohemi tek ai numri i fituesve të parashikuar sipas shifrave të dy vitet të kaluara, por do të bëjmë një ekstra financim në javët që vijnë dhe do të financojmë edhe aplikues të tjerë mbi atë shifër, duke u munduar që të arrisim financimin po aq sa që është rritur dhe numri në proporcion, natyrisht me kushtin që të ketë aplikime të konsideruara nga Komisioni Përzgjedhës si aplikime me potencialin për tu mbështetur financiarisht. Rama theksoi forcën e jashtëzakonshme të teknologjisë, e cila sipas tij i jep mundësi çdo njeriu të realizojë atë që deri dje konsiderohej pa imagjinueshme.